Kjo është fërgesa më e mirë që kam bërë ndonjëherë. Shikoni pak qa mrekullie, bukë e ngjyme me fërgesë nuk ka më mirë se kaq. Më duket vetja fiks sikur jam te shtëpia nanës në Shqipëri se vjen një aromë aq e mirë. Kam përgatitur sot një super fërgesë tradicionale shqiptare. Kisha kohë që doja të bëja fërgesë, se më kishte vajt menja, thoja jo do e bëj sot, jo do e bëj nesër, edhe thash sot do ta bëj se s'bën një fërgesë. Tamam. Përpara se të vazhdoj me recetën, dua t'ju them se shumë për jush që i shikoni këto videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Ju lutem shtypni butonin follow. Pasi të kemi prerë të gjithë specat, do t'i skuqim me pak vaj në tigan. Ndërkohë që specat skuqen, ne merrim me domatet. Unë kam përdorur 3 speca dhe do përdorim 3 domate. E presim dhe domaten mirë dhe e shtojmë te specat. I përzejmë bashk dhe nuk ju them kot që ta provoni këtë recetën se jo vetëm bëhet shumë shpejt, unë e kam bërë për 20 minuta, por del dhe shumë e shijshme. Tani me që unë nuk jetoj në Shqipëri, nuk e kam mundësinë ta gjej atë gjizën perfekte që kemi ne në Shqipëri, kështu që do përdorim djath feta, djath bardh. Lezeti i fërgesës e do me atë gjizën e Shqipërisë, po me këto që kemi. Pasi ta kemi prerë dhe djathin në kubika, e shtojmë te tigani. Dhe nëse do pyesni po kripi ke hedhur, jo, sepse djathi ka mjaftueshëm krip, kështu që nuk keni nevojë të hidhni krip fare. Tani mjafton vetëm ta lini 10 minuta të skuqet dhe fërgesën e keni gati. Ja pra ju thash që bëhet shumë e lehtë, merrni edhe një copë bukë, ngjyeni fërgesën sepse ka dalë me nam. Uroj t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe ju them që ta provoni sepse del shumë e mirë. Faleminderit, shifojmë videon tjetër. Ciao.